shikoni kush vjen, po është ajo, Prudence Petit pa. Me maqokun bukurosh, keq bërë si ti ndjekim bashk. Hejti, Prudence Petit pa, të gjithë ne me ty, gjithmonë jemi bashk. Elliot, Jojo dhe komisar, zburimet më dha bëjmë bashk. Është nat apo është dit, unë nuk pyes për asgjë. E di se gjithmonë nga mbrapa, ka motrat beshamel. Heju, zoti komisar, prangat bëj gati u zgjidh një mister. Të gjitha këto zhvillohen në musheron, dhe kështu na argëton. Ej, pse ti ke qetur delet kështu? A? Jo, mendova se I kishe ruajtur ti. Më në fund arritëm. Pas ka erë të fort, por piratët nuk e çajnë kokën. Është shumë e madhe për ty. Je I vogël për pirat. Je shumë I vogël, nuk bësh dot pirat. Je shumë I vogël, nuk bësh dot pirat. Më dëgjoni pak vëllezër të bregut. Sot kam vendosur të bëjmë një ekspeditë të rrezikshme kundër armiqve tanë më të mëdhenj të gjitha kohërave. Fjalë të tjera, ata banorët me kokë të mpret tek qyteti Portofin. Ti një sysh, merri armatimet nga vënstrejimi në sekret. Si urdhron, kapiten? Gjithmonë mua thonë, bëj këtë, bëj atë, Ja ti kryej dhe këto ti marrë gjitha. Po çfarë ndodh kështu? Julius, Ku je? mos u vrave gjë. Ja mirë, kapiten. Hej, shikoni atje. Salca ime me çokoladë bën në këtë gjendje bukuroshe. Jepi, provoje dhe do shikosh si do digjesh. Jani shpejt, zonja Prudence, po ndodh diçka shumë e çuditshme. Kemi bërë një zbulim brenda shpellës së djathtë, shumë interesante. Ashtu? Është një shkrim në mur, mund bëhet fjalë për ndonjë thesar të fshehur. Wow, një thesar, ashtu mendon? Pa më thoni more pirat, ku I keni shënjat e fitoreve tuaja të lavdishme? Çfarë çokolade? Them se kemi kohë të pimë edhe një çaj. Shpejt, hajde ikim të shohim zbulimin tuaj. E çuditshme, vërtet shumë e çuditshme. Ua, sa bukur vizatoni, zonja Prudence. Bëj mirë t'ja tregoj këtë gjë Ernestit. Atëherë Ernest, cili është mendimi juaj për këtë vizatim të çuditshëm? Edhe unë jam I shqetësuar, mike ime. E kam parë edhe më parë këtë vizatim kur isha në kërkim të përardhjes së mosheronit, po... O, që të them Ernest, po emocionohem shumë. Të lutem përpiqu të kujtohesh. Pa urdhëro merr pak krem çokolate, kjo do të ta rregulloj shumë mirë kujtesën. Po të shohim ku e kam parë atë shenjë? Po, më kujtohet, miku im I vjetër Matthew, I cili merret me ca gjëra antike, më ka pas treguar ca dokumenta. Besoj se e kam parë atje. Prit pak Prudence, tani po e marr në telefon. Kisha të drejtë. Memoria më funksionon ka akoma. Matthew im I dashur do të shkoj të vizitoj vajzën e tij të madhe në qytet për disa ditë. Por sapo të kthehet, ne do të shkojmë tek dyqani I tij dhe do të kontrollojmë për dokumentat. Disa ditë? Ja, nuk mund të presim aq gjatë. Më duhet I shkruaj që tani miku tim që kam në Paris, profesor Stonit. Çfarë kohërash, ai nuk do të më thot kurrë jo. Faleminderit dhe do shihemi përsëri dashur mik. Mirë mëngjes Zoli Doli Du. Pas keni ardhur? Më falni, nuk ju pash më parë. Nëse mund t'ju ndihmoj. Për profesor Eugene Stone, kurator në Muzeun Arkeologjik Paris. Futi një të lëpirë bukurosh.
Duhet të vijet më ndihmoj e të bëja listën e të falave. Mrekulli Prudenca ime dashur. Dhe çfarë kënaqësie që më marrë lajmin nga ty pas kaq shumë vitesh. Do të vi me trenin e parë bashkë me asistentin tim të ri, Jules Rasik. Shumë eficiente. Zbulimi juaj është shumë i rëndësishëm. Gjithsesi, ti arrin gjithmonë që të më çuditshësh. Derrière mbetesh kaotike Prudenca ime dashur dhe gjithashtu misterioze. E jashtëzakonshme. Jules rimi dashur. Jam i lumtur që brunde të vi sepse më duket se më në fund jemi në rrugë të mbarë. Këtë herë ka të bëj patjetër me alkimistin Alcidus d'Alembert. Dopjoaja misterios që kemi kohë që po e kërkojmë. Mendoj se pas kemi patur goxha fat, apo jo, profesor? Ja ku arritëm. Fiks në kohë, Prudencë. Prudence, miqja ime dashur. Me kishte marrë shumë mali për ty mua. Komplimente, ju që keni në formë. Si gjithmonë shumë mirë, miku im. Me qëra fjalla me leoni të prezentoj me asistentin tim Jules Rasik. Si jeni, Ky zonjë? është Juliusi, ai që ka gjetur simbolin dhe na ngriti të gjithëve mendjen pesh. Të lumë Julius. Profesor, unë po ju mbaj valigjet. Ke gjetur një gjë të mrekullueshme. Kjo firmë miq të dashur është bërë nga Alcidus d'Alembert, një alkimist i famshëm i cili është duhur nga viti 1540. Për shkak se ishte akuzuar për shtrigëri, aty u desh të arratisej dhe kështu mori me vete ca sekrete shumë të rëndësishme. Oh, Eugen, çfarë histori e rënqethse. Po si përfundoi ai këtej nga anët tona? Atë e kam parë këtej dhe andej, po e ndiqnin krem bakëmbës, kështu që pse të mos arratisej në këtë vend prallor dhe të izoluar. Gjithsesi ne ja njohim fermën mjaft mirë dhe e dinim që do të na dilte tek ndonjë vend shumë i veçantë. Ha më thuaj, çfarë ka që nuk shkon me delet tuaja? Ja ku po vinë dhe parizjenët. Clovis, merja valigjen zotrinjve të lutem. Zonja Dir, këta janë miq tan nga Parisi për të cilët të kam folur. Do të rinë disa ditë. Mirë se erdhët në Moucheron. Ju lutem, shkoni pas Clovisit. Nuk do kalojmë përmes gorgjit? Jo, ju lutem përmes gorgjit, është shumë e lodhshme. Më mirë ikim nga rruga tjetër. Ti e dembel, rruga me sigurt është atje. Jo, absolutisht jo, rruga më e shkurtër është kjo këtu. Këta s'kuptokan fare. Fol më mirë për veten. He, pa qetësoni pak të gjithë, e kuptuan. Gjithsesi, gjëja më e mirë për të bërë është që t'i çojmë tek shpella e djallit nesër. Ka kaluar shumë kohë që kur kam luajtur si pirat. Ju ka tepruar ndonjë aksesor? Nuk ka probleme, Eugen. Të gjithë bëjmë si fëmijë ndonjëherë. Shumë mirë. Kontrollojmë dhe një dy gjëra të vogla që na kanë mbetur këtu. Do zgjojmë herët. Jo aq herët, ju lutem. Vërorën me zile. Kur është shumë herët, unë nuk e dëgjoj. Sa ke Julius? Ka ndonjë gjë që s'shkon? Asgjë. Mendova sepse u nervozua bukuroshi. Atëhere, u mblodhëm të gjithë? Nisemi. Ej, më prisni edhe mua. Po kjo që nga shumë e mrekullueshme. Dhe kur të shihni shenjën time në fund të errësirës, do ta kuptoni vendin ku jam arratisur. Por para kësaj, ju duhet të shkoni tek lugina e rritës në kohën kur ajo bashkohet me tokën. Dhe pastaj, ju do ta meritoni plotësisht spiralen e kohës. Kjo të jeti Luginën e dritës? Oh, po! E gjeta! Po, të gjithë pas meje. Ku po shkoni? Tek Flatundela Bey. Nisemi. Tani me një herë. Shpejtoni, për pak arritëm. Forca! Zot mbretëresha është adelra dhe vazhdon të jetë Është e vërtet. Ajo është model për të gjithë marinarët e detrave.
Po, jam shumë dakord me ty, djalosh. E po, çfarë I ka gjetur deletura, ja? Apo ratëre? Ejo, mos citoni, më prisni edhe mua. Atëherë, çfarë do t'i thoni Prudencës? Më pije tuj. Më ka marrëria. Pro ashtu të lumt Prudenca ime. Jules, më ndi më pak. Këtu s'ka asgjë, profesor. Sa që di? Çdo gjë duke sikur për rëputhe I për mrekulli. Ku ta ketë vënë në t'juja atë dokument të bekuar. Dhe tani, do Lambert, nuk do të shpëtosh më nga ne. Duhet të kesh nga të ruar terminologjin, Prudence. Duhet të ketë në një tjetër lukin drite. Pa të shojmë. E, Jani tani, nuk është momenti të mërzitemi kështu. Prisni, profesor. A e mban më në tekstin? Nuk kemi ardhur në kohën e dur. Po pse I thua këtë Jules? Duhet të shkosh tek lugina e dritës pikërisht në kohën kur ajo bashkohet me natën. Nesër është 22 mars, dita e ekuinoksit. Zotridi, lutem, për shumë mnosi. Ekuinoksi Mari e vogël është data kur dita është po aq e gjatë sa nata dhe kjo varet nga pozicioni I tokës me diellin. Më kuptove, dashur? Ju lumt grupi. Besoj se jemi në rrugën e dur të suksesit. Do të kthehemi përsëri nesër. Rose, drejtëresha e detit. Të paktën ato motor ta kishte rregulluar. Po pra, disa njerëz e mbajnë veten për të zgjuar. Me fëmijët do të takohemi më vonë. Sot është një ditë shumë e bukur për të bërë një zbulim të rëndësishëm shkentor. Eja shpejtur ma çoki keq, hajdu ti poshtër. E po, me qëra fjallet tek delet Prudenca ime dashur. A keni në një dele normale si në Paris? Na bëj pa drit, na tregon rrugën. Pa më bëni pak vënd dhe mua o vëllezrit e mi? Atje në fund, shikoni diçka po shkëlqen. Profesor, futem unë. Nga dal fëmi. Jepi një pirat, forca. Ai, këmba ime. Mos u shqetësoni. Këtë radhë duhet ta tërheqim më ngadalë. Prudenca e kishte seriozisht kur thot takohemi në majtë kodrës. Sa larg është. Eliot, vrapon, dikush është plagosur. Hypi kalit të delegji. Ikim shpejt. A u lidhe? Po, jam gati. Duro, do të kaloj shumë shpejt. Spiralja e kohës. Ka një tekst të shkruar latinisht në të. Guri I përjetshëm I shkëlqëtisë të tij do t'ju japë Chelsea drejt pa vdekshmëri. Shkëlqësia e Pikok Steinsteinit? Komisar, shpejtoni! Kemi nevojë për ndihmën tuaj, është vrarë një burr, është urgjente. I atje? Tani? Po kjo pula ime e pjekur. Do duhet të pres ajo. Një pul nuk mund të pres. Përse duhet jetoj në një fshat me Prudencën? Shkëlqësia e tij ka mbretëruar në këtë vend për një kohë shumë të gjatë. Tani e gjente varrosur në fund të një kështjelle, që njihet si kështjella e Musheronit. Do të çoj unë atje. A nuk mund ta ngasësh makinën me të dy duart? Jo, më fal.
Të majtën e kam të zonë. Të lutem, nga dal. Ai nuk është një thes me patate. Patafat nga ana ime. Qetëso, djalosh. Unë do të çoj në spital sa të hapesh e të mbyllësh syt. Nuk që nga aksident, shiko Prudence, litarin e pas kanë prerë. Po, kam përshtypjen se nuk jemi të vetëm në këtë rrugëtim. Më duhet i largoj që këtu fëmijët. Fëmij, kam një detyrë të rëndësishme për t'ju dhënë. Ç'mision, Prudence? Kthehuni në fshat dhe para në sy, hetoni nëse ka ardhur ndonjë i huaj në Musheron. Kam shumë besim tek ju vëllezër të bregut. Në komandën tuaja, admiral! Nisemi shema! Ai i riu dhe i forti na u hoq qafe, dhe fëmijët po na hiqen sysh. Kjo do të na e bëj më të lehtë. Po e dashur, çfarë do të bëj policia? Dhe mikesha jon Prudenca pa mua. Këtu ndodhet i varrosur shkëlqësia e Pikoko Steinsteinit. Shumë interesante. Ejani ta shohim më nga afër këtë varrez. Edhe jo vetëm që jam i organizuar, por unë kërkoj, vëzhgoj, bëj deduksione, e fjalë të tjera, miki dashur, i mbaj syt hapur. Kjo ishte vërtet shumë frytëdhënëse, komisar. Arritëm shëndoshe mirë në spital. Kalofshim sa më mirë. Ka vdeku në 1538-ën, përputhet... Ore, pa besueshme, mikja ime, e di shiko pa kurorën. Ky po është guri jashtëzakonshëm. Ky është vërtet një gur i mrekullueshëm. Ke të drejtë. Ki kujdes, Eugen! Ta mbledhim pak veten, miku im. Piratët do t'i kenë parë të gjitha. Nuk mendon kështu? Gjithsesi, litari i prerë, një gur që bie, është e egzageruar. Them se dikush po përpiqet të na pengoj. Dhe tani, mirë që kemi instiktet e bukuroshit. Nisemi shpejt tek shpella e djallit. Bukurosh, shpejt këtu! E dashur Prudence, kësaj herë po i afrohemi vërtet. Nuk po u besoj dot syve. Laboratori të Lambertit. E kam kërkuar këtë vend për shumë vite me radhë. Duar lartë, mos të vidhjas njëri! Etienne, edhe ti këtu? Me gjithë respektin, zoti profesor. Nuk e hequ dorë nga huqet e vjetra ti? Gjithmonë duke u marrë me gjëra të këqija, të pavlera për një kërkues të respektuar. Po sot çfarë ke kurdisur? Me sa po shoh vazhdon të japësh leksione morali. Po të falenderoj që e zgjidhe misterin edhe për ne. Më lejoni t'ju prezantoj shefin tim të mrekullueshëm, Asaj Bismuthi, në urdhrit të kuq dhe të skuqur. E kush është ky parlaçoja këtu? Mos është në një shaka kjo? Unë mos jam gjë në ndër? Duhet ju këshilloj të ndryshoni ton, profesor. Asaj Bismuthi është urdhëruar nga veti famshëm i Beteni. Çfarë shakaje? Po ti, Julius, a pe ndonjërin? Ej, po ti çfarë ke, o bukurosh? Më duket se do që ta ndjekim. Pas ka rrezik. Është dikush me pistolet dhe një tjetër që ka ngritur duart lart. Po kjo çfarë do thotë? Shpejt, kam një parandjen që Prudenca është në telashe. Dhe një nga dishepujt tanë jeton në Musheron. Na paralajmëroj që në fillim, unë e njoh namin tuaj, zoti profesor, patjetër, edhe atë të zonjës Petit Pa. Ne jemi antar të urdhërit të kuq dhe të skuqur dhe për sheku i urdhri ynë ka kërkuar rinin e përjetshme dhe më në fund po i afrohemi. O çfarë broçkush? Të bësh edhe një herë i ri që të vidhja karamele dhe revista? Bismuthi i gjori ti, ja kompleti çmendur. Ndoshta i dashur, po kërkimet e tua ndalojnë këtu. Lam të mirë, profesor.
ishte bërëkuar. Sigurisht, sa ata e morën gurin me vete. Atëherë ne humbën vërtet. Kujdes, ja ku po vinë! Lidhen e fëmijë! Shpejt të thyrikit! Shikoni, të po kërkonim që në fillim. Tani është lëvizja jote, Frank. Mirë, e kuptova. Shiko, ja ku jemi! Shkëlqyeshëm miqtë e mi, jeni vërtet fantastik. Edhe më mirë se në për filma. E pa tjetër edhe ti bukurosh. Mirë pra, qojeni ata aty ku e kanë vendin. Me një herë! Hecni përpara pa për fjalë. Zot Prudenca ime ëmbël, ai për pak e mori. Ç'po thua, Eugen? Pra formula e rinisë të përjetshme. Pa shiko pak, duke si lëng lule shtrydhe. Po, gëzuar. Sa e mirë. Prudence, për që në ndodhë kështu? Çfarë për në ndodhë, të lutem? Mos! Po, komisari Dyrok vendosi të rinde edhe disa ditë në spital. Sa për siguri tha, por unë po ju them që ushqimi atje është i mrekullueshëm. Kjo është e mrekullueshme. Dëgjoni këtu miqtë e mi, në atë kohë eksperimentet e alkimistëve, qofshin ato të suksesshme apo jo, kishin limit kohor. Por me teknikat moderne, mund të imagjinosh shumë kollaj rrezikun e njerëzimit. Nëse formula bie në duart të gabuara. Mund të ishte e dobishme për të dy ne, mbase edhe për ne të tre. Po, e di kush është e rëndësishme? Rinia e përhershme e zemrës. Ajo po që është e rëndësishme. Për të ardhmen e tyre, është më mirë kjo që po bëj unë. Shiko bukuroshi!